Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga diabeti, ja 3 veprimet që duhet të bëni për të ulur sheqerin në gjak. Diabeti është një sëmundje kronike që ndodh kur pankreasi nuk prodhon insulinë të mjaftueshme ose kur trupi nuk mund ta përdorë atë në mënyrë efikase, duke çuar në nivele të larta të glukozës në gjak ose hiperglicemi. Ka 3 lloje kryesore të diabetit. Diabeti tipi 1, i quajtur diabeti i varur nga insulina, shkaktohet nga mosprodhimi i insulinës. Diabeti tipi 2, i quajtur diabet i pavarur nga insulina, vjen nga që trupi nuk mund ta përdorë në mënyrë efektive insulinën. Në të gjithë botën, personat e prekur nga diabeti janë me miliona, por të diagnostifikuar janë më pak. Ndërsa në vitin 2030 pritet që njerëzit me diabet të jenë rreth 5 milion. Ndërkohë, diagnostifikimi me një sëmundje kronike mund të shkaktojë një impakt të thellë mbi personat dhe familjarët e tij. Ndryshimet që vijnë prej saj mund të prekin cilëdo që vjen me mirëqenien e jetës së individit, duke ndikuar në mënyrën të cilës ai zgjedh të përballojë këtë situatë të re. Sëmundja sjell ndryshimet në vetë person, në ambientet e tij sociale, familjare dhe perspektivën për të ardhmen. Përshtatja ndaj sëmundjes shpesh është shumë e vështirë për t'u arritur. Studime të ndryshme tregojnë se duhet më shumë se 1 vit për t'u ambientuar me idenë dhe praninë e sëmundjes. Kjo sjell ndryshime në gjendjen emocionale dhe sjelljen e personit, të cilat çojnë në shfaqjen e simptomave të ankthit dhe influencën në mënyrën se si individu do të përballen me sëmundjet e tij. Por kjo patologji mund të mbahet nën kontroll duke filluar nga kujdesi për peshën trupore të aktiviteti fizik e duke kaluar te ushqimet e zgjedhura. I sëmuri me diabet mund të marrë çdo lloj ushqimi, por sasia do të ndryshojë në varësi të përmbajtjes së sheqernave dhe yndyrnave që ato kanë. Dieta ka shumë rëndësi në mjekimin e diabetit. Disa persona me diabet arrin në vlera normale të sheqerit në gjak, vetëm duke mbajtur diabetin dhe dietën e rekomanduar nga endokrinologu dhe pas një mjekim tjetër shoqërues. Dieta është specifike për çdo person me diabet. Ajo varet nga metabolizmi bazal, nga BMI-ja dhe gjithashtu nga aktiviteti i tij fizik. Pra është specifik për çdo person që jeton me sëmundjen e diabetit. Në këtë video, sipas Health.com, do t'i japim disa nga këshillat që duhet të ndiqni për ta mbajtur nën kontroll diabetin. Ndiqni një dietë mesdhetare. Një dietë e pasur me fruta, perime, peshk dhe zarzavate mund të ndihmojë për të shmangur fillimin e sëmundjes së diabetit. Tregoni më të kujdesshëm me peshën trupore. Nëse jeni mbi peshë, humbisni disa kilogram për të reduktuar ndjeshëm rrezikun e diabetit, duke përmirësuar mirëqenien e përgjithshme të trupit tuaj. Konsumoni ushqime të shëndetshme. Ushqimet si frutat, perimet, bishtajat, drithrat ndihmojnë për të kontrolluar nivelin e sheqerit në gjak. Tregoni më të kujdesshëm me dietën. Studime të shumta tregojnë se vitaminat C dhe K në magnezi mund të konsumohen edhe për të përmirësuar nivelin e sheqerit në gjak. Veçanërisht rekomandohet ananasi, perimet me gjethe jeshile të errët dhe avokado, të cilat përmbajnë këto element mineral dhe vitaminash, të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e niveleve të sheqerit. Bëni aktivitet fizik. 30 minuta në ditë ushtrime fizike janë të mjaftueshme për të kontrolluar peshën e trupit dhe nivelin e sheqerit në gjak. Bëni analizat e gjakut. Mund të nxjerrni në pa ekzistencën e çekulibrave të cilat pastaj mund të çojnë në fillimin e sëmundjes. Një diagnozë e hershme është një gjendje që vonon ose parandalon zhvillimin e saj. Tregoni vëmendje ndaj këtyre simptomave. Konsultoni me mjekun tuaj nëse keni etje të tepruar ose urinim të shpeshtë, humbje peshe drastike, vizion të paqartë dhe gjymtyrë të mpirë. Nëse vëreni këto shenja në trupin tuaj, konsultoni me mjekun. Nënshtrohuni kontrolleve periodike. Kontrollet në intervale të rregullta kohore zvogëlojnë shanset e goditjes nga komplikacionet më të rënda që lidhen me këtë sëmundje, mos funksion të veshkave, verbëri, dëme nervore. Për më shumë informacion duhet të kontaktoni menjëherë me mjekun tuaj. Kujdes me karbohidratet. Mundohuni të hani sasi të duhura të karbohidrateve në ushqim dhe gjithmonë informohuni. Kontaktoni me mjekun specialist për një recetë dhe një dietë personalizuar për të marrë këshilla të dobishme për aktivitetin fizik dhe këshilla të vlefshme për stresin dhe sugjerime të tjera në çdo faktor rreziku të kësaj sëmundje. Duke ndjekur këtë rregull, do ta keni më të lehtë të menaxhoni nivelin tuaj të luhatur të sheqerit në gjak dhe do t'i bëni ballë komplikacioneve të tij.
Është e rëndësishme të ruajnë nivele normale të sheqerit në gjak për të pasur një shëndet të mirë. Niveli i sheqerit në gjak varet drejt për së drejti nga aktiviteti fizik, faktorët e trashëguar dhe ushqimet që ju hani. Nëse jeni me diabet, ekspertët, sipas Bright Side, tregojnë se kush janë ushqimet që duhet hani për të mbajtur nën kontroll diabetin. Kafeja. Pirja e kafes me kafein mund të zvogëlojë ndjeshëm rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2, tregojnë ullumtimet. Antioksidantët në kafe rrisin ndjeshmërinë e qelizave tuaja ndaj insulinës, të cilat ndikojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Kanella. Ka disa ullumtime që sugjerojnë se kanella mund të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe të ndihmojnë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Një studim i vitit 2003 botuar në Diabet Care zbuloi se diabetikët e tipit 2 që konsumojnë sa më pak 1 gram kanellë çdo ditë për 40 ditë kishin nivele të ulta deri në 29% më të ulta të glukozës në gjak se ata që nuk e konsumonin. Drithrat e plota. Përzgjedhja e drithrave si buka dhe gruri e plotë dhe makaronat, elbi, misri dhe tërshëra në vend atyre të rafinuara mund të ndihmojë në përmirësimin e ndjeshmërisë së insulinës. Një pjesë e arsyes është se ato kanë fibra. Fibrat e tretshme mund të ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak, duke ngadalësuar thithjen e sheqerit nga ushqimet dhe duke përmirësuar kështu shëndetin tuaj. Të gjesh kombinimet e duhura ushqimore me qëllim që të mbash të ekuilibruar nivelin e sheqerit në gjak mund të jetë tepër e vështirë. Prandaj, çdo frut ose perim që konsumoni duhet të jetë i duhur dhe i përshtatshëm për ju. Në këtë video kemi listuar disa ushqime të cilat ndihmojnë me diabetin e tipit 1 dhe atë 2. Peshku. Peshku është një nga produktet më të shëndetshme. Salmoni, sardelet, açuket janë burime të mira për yndyrën omega-3 dhe acideve DHA dhe EPA që ndihmojnë me shëndetin e zemrës. Për të gjithë personat që vuajnë nga diabeti, duhet t'i konsumojnë pasi janë të predispozuar që të preken nga sëmundjet e zemrës. Këto acide mbrojnë në qelizat dhe reduktojnë inflamacionin duke përmirësuar kështu edhe qarkullimin e gjakut. Ushqimet e gjelbra. Perimet si spinaqi, lëmpjeta, sallatat janë plot me vlera por me pak kalori. Duke qenë se treten shpejt në organizëm, nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu këto produkte janë të pasur me vitaminën C që luan një rol të rëndësishëm në eliminimin e inflamacionit dhe tensionit të lartë. Kanella. Kanella është shumë e pasur me antioksidantë të cilët mbrojnë në shëndetin e syve. Studime të shumta mjekësore kanë vërtetuar se kanella mund të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës, citon Diabet Care. Një tjetër studim vuri re se kanella arrin të ulë edhe kolesterolin dhe nivelin e triglicerideve. Veza. Vezët janë në vërtet një paketë me vlera shëndetësore, përveç se të mbajnë gjatë të ngopur, nëse konsumohen rregullisht ato do të ulin rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës. Vezët përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmojnë në prodhimin e kolesterolit të mirë. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për personat që vuajnë nga diabeti është edhe kosi. Kosi është nga produktet e bulmetit më të mira për personat me diabet. Të dhënat kanë treguar se konsumi i kosit ekuilibron sheqerin në gjak dhe parandalon sëmundjet e zemrës përmes probiotikëve që përmban. Te personat me diabetin e tipit 2, kosi ndihmon në rënien në peshë dhe ndihmon në sistemin tretës. Arrorët. Arrorët janë të shijshëm dhe të pasur me vlera për organizmin. Të gjitha llojet e arrorëve përmbajnë fibra të cilat treten shumë lehtë nga sistemi ynë. Konsumi rutinor i tyre arrin të ndihmojë në reduktimin e inflamacionit dhe në uljen e niveleve të sheqerit. Brokoli. Brokoli tashmë i famshëm për vlerat e tij. Studimet kanë pohuar se brokoli ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit dhe mbron qelizat nga radikalet e lira që prodhohen gjatë proceseve të metabolizimit. Vaj i lirit. Vaj i lirit ndryshe mund të quhet si balsami i zemrës. Ai përmban acide të cilat ndihmojnë në prodhimin e substancës HDL, që është e parë të jetë një shifër jo e shëndetshme te personat me diabetin e tipit 2. Gjithashtu vaji i lirit ndihmon në ekuilibrimin e tensionit të gjakut, në qarkullimin e tij, por edhe për të pasur një zemër të shëndetshme. Është e rëndësishme të ushqeheni mirë dhe të mbani nën kontroll dietën tuaj për të evituar kështu luhatjet e forta të sheqerit në gjak. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.